Hajrullah Gjivini, emri i të cilit u bë publik rreth një vit më parë kur garoi për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, ishte kthyer në shqetësim për gjyqtar dhe punonësit e policisë. Me një procedim të hapur nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, Gjivini po hetohet për telefonata shqetësuese në dëm të gjyqtarit Gert Hoxha, Edison Tadoshaj, si dhe punonësve të rendit të Ministrisë së Brendshme. Sipas dëshmisë së gjyqtarit Tadoshaj, në datën 17 shkurt të vitit 2024, Gjivini ka shkruar mesazhe me tone kërcënuese pasi ky i fundit kishte një proces gjyqësor në gjykatën administrative. Ai deklaron se nuk është përgjigjur thirrjeve të telefonatave të këtij shtetasi. Në qershor të po atij viti, kallëzim ka bërë dhe kryetari i Unionit të Gjyqtarëve Gert Hoxha. Sipas tij të fundit, është shqetësuar me mesazhe për shkak të një vendimi gjyqësor që ka marrë në lidhje me kallëzimin e Hajrullah Gjivinit. Nga kthyrja e platformave të rrjeteve sociale janë konstatuar materiale video të publikuara në periudha të ndryshme kohore ku Gjivini shkon në mënyrë të përsëritur pranë godinës së gjykatës së lartë dhe pret momentin kur të hyjë ose të dalë drejtuesi i këtij institucioni, Sokol Sadushi, filmon automjetin me cilën udhëton. Sipas të dhënave, Gjivini përveç kryetarit të gjykatës së lartë zoti Sokol Sadushi, u shkruan SMS personave të ndryshëm publik, ndërta Ministrisë së Drejtësisë, drejtuesve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilët u dërgon në mënyrë të vazhdueshme mesazhe në aplikacionin e komunikimit WhatsApp, i bën pjesë të grupeve të chatit me persona të tjerë dhe pasi ata dalin nga ky grup, ky shtetas u ka bërë screenshot bisedave dhe i ka publikuar në profilin e tij social TikTok. Për këtë shtetas, gjykata e Durrësit ka caktuar masën sigurisë arrest në burg, ku ndaj tij rendojnë vepra penale kanosis për shkak të detyrës, përdorimi me keqdashje thirrje telefonike dhe prisha e qetësisë publike.